Mirëmbrëma, ky është edicioni i lajmeve i orës 23. Numri në rritje i shtetësve rus, të cilët përmes marrjes së shtetësisë serbe mund të hyjnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian, ka shqetësuar Komisionin Evropian. Për shtetet e Bashkimit Evropian, kjo paraqet problem pasi në mesin e personave që marrin shtetësi serbe mund të ketë edhe shtetas rus që janë subjekti sanksioneve evropiane ose që konsiderohen rrezik për sigurinë e kontinentit. Komisioni Evropian ka shprehur shqetësim për faktin se Serbia po u jep shtetësi shtetasve rus. Sipas këtij institucioni, numri në rritje i shtetasve rus që përmes marrjes së shtetësisë serbe mund të hyjnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian përbën një sfidë të mundshme sigurie për gjithë bllokun evropian. Sipas zëdhënësit të Komisionit Evropian, kjo çështje përmendet rregullisht edhe në raportet e këtij institucioni. Edhe në raportin e vitit të kaluar u theksua veçanërisht se fitimi i të drejtës për udhëtim pa viza në Bashkimin Evropian nga shtetasit rus nëpërmjet të dhënies së shtetësisë serbe paraqet kërcënim të mundshëm për sigurinë e Bashkimit Evropian. Për shtetet e Bashkimit Evropian, kjo paraqet problem pasi në mesin e personave që marrin shtetësi serbe mund të ketë shtetas rus që janë subjekti sanksioneve evropiane ose që konsiderohen rrezik për sigurinë e kontinentit. Serbia është një nga vendet me përqendrim të madh të shtetasve rus, veçanërisht që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Sipas të dhënave zyrtare, vitin e kaluar rreth 50.000 shtetas rus kishin qëndrim të përkohshëm në Serbi. Zyrtarët evropian konfirmojnë se po shtyjnë përpara dialogun me Serbinë për këtë çështje, të cilën e konsiderojnë me rëndësi të veçantë. I akuzuari për spionazh Hysri Selimi mohoi para gjykatës themelore në Prishtinë akuzat se për vite me radhë i kishte dhënë informacione Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë BIA. Ndërkohë, prokuroria insistoi se provat dëshmojnë fajësinë e tij dhe kërkoi shpalljen e tij fajtor, ndërsa gjykata refuzoi kërkesën e mbrojtjes për ekzaminim psikiatrik të akuzuarit. Ministrja në detyrë e drejtësisë Donika Gërvalla, gjatë një vizite në prokurorinë themelore në Pej, ka theksuar rëndësinë e sundimit të ligjit dhe forcimit të sistemit të drejtësisë. Gërvalla bëri të ditur se gjatë takimit me kryeprokurorën Lumturie Vuqetaj dhe ekipin e saj u diskutua për funksionimin institucional të sistemit prokurorial, si dhe për sfidat për garantimin e efikasitetit dhe koordinimit në trajtimin e lëndëve. Ajo theksoi se pakoja prej 5 ligjeve së bashku me funksionalizimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe procesin e vettingut përbëjnë bazën kryesore për forcimin e integritetit dhe konsolidimin e sistemit të drejtësisë. Ecim Tutje, një person është arrestuar në ndyshimin se ka shtënë me armë zjarri në drejtim të një autobusi në fshatin Pagarush të Malishevës. Zëdhënësia e policisë për rajonin e Gjakovës Vlera Krasniqi ka thënë se rasti ka ndodhur rreth orës 12 në fshatin Pagarush, me që rast njësit përkatëse policore kanë reaguar menjëherë duke dalë në vendin e ngjarjes. Policia ka bërë të ditur se nga incidenti nuk ka persona të lënduar. Prokurori i shtetit është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe duke mbledhur provat relevante lidhur me këtë rast. Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve ka filluar numërimi i flet votimeve nga votimi jashtë Kosovës, përkatësisht në përfaqësitë diplomatike. Në procesin e vlerësimit janë përfshirë mbi 23.300 pako, prej të cilave janë aprovuar mbi 22.000 dhe janë refuzuar 755, ndërsa në 35 nga 38 komunat e vendit ka përfunduar numërimi dhe verifikimi i votave në qendrat komunale të numërimit. Votat që shtetasit kosovarë që jetojnë jashtë vendit i kanë dhënë me 6 qershor në përfaqësitë diplomatike për zgjedhje të parakohshme parlamentare në Kosovë, kanë nisur të numërohen sot në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha se nga 28.000 shtetas të regjistruar kanë votuar mbi 80% e tyre. Në 30 përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës
të vendosura në 18 shtete të ndryshme të botës, është zhvilluar votimi për shtetasit e regjistruar paraprakisht për të votuar fizikisht në ndonjëherë nga këto misione diplomatike. Nga 27.724 shtetasit e regjistruar, kanë votuar 22.860 prej tyre. Gjithashtu në këtë qendër numrimi po vazhdon vlerësimi i pakove të supozuara me flet votime nga votimi me post. Deri në përfundim të ditës së mërkurë, në procesin e vlerësimit janë përfshirë më shumë se 23.300 pako, prej të cilave janë aprovuar 22.601, ndërka që janë refuzuar 755. Arsyeja më e shprehur se përse janë refuzuar këto pako është sepse në 699 raste mungon dëftesa e regjistrimit, një dokument me të dhëna unike që votuesi e pranon nga KQZ kur regjistrohet si votuesi jashtë Kosovës. Tërheqja e pakove me flet votime është bërë nga kutitë postare të KQZ-s në 22 shtete të ndryshme, si dhe nga kutia postare e KQZ-s në Kosovë. Ndërkohë është bërë ditur se numrimi i flet votimeve në shumicën e qendrave komunale të numrimit tashmë ka përfunduar, derisa procesi i numrimit dhe verifikimit nuk është përmbyllur ende në 3 prej tyre, në Gjilan, Prizren dhe Prishtinë. Pas përfundimit të numrimit të çdo vend votimi, të dhënat do të publikohen online në platformën e KQZ-s. Cilësia, siguria dhe besueshmëria e produkteve janë elemente kyçe për zhvillimin ekonomik dhe çastjen në tregjet ndërkombëtare. Kështu thanë ditën botërore të akreditimit, derisa institucionet vendore dhe partnerët evropian theksuar rëndësinë e standardeve dhe për forcimin e konkurrueshmërisë së ekonomisë së Kosovës. Guvernatori i Bankës Qendrore Ahmet Ismaili ka zhvilluar takim me përfaqësuesit e misionit të asistencës teknike në kuadër të projektit të ri të zyrës për asistencë teknike të Departamentit të Thesarit të SHBA-s. Banka Qendrore thotë se misioni u fokusua në forcimin e mëtejmë të kapaciteteve institucionale dhe ekspertizës mbikëqyrëse të BQK-s në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe luftimit të financimit të terrorizmit. Guvernatori ka paraqitur pasqyrjen e mandatit, detyrave dhe përgjegjësive të BQK-s me theks të veçantë në ruajtjen e integritetit të sistemit financiar, forcimin e mbikëqyrjes dhe luftimin e falsifikimit të monedhës. Ismaili shprehu mirënjohje ndaj Departamentit të Thesarit të SHBA-s për mbështetjen e vazhdueshme, asistencën teknike dhe bashkëpunimin institucional. Normat e interesit në kredi të reja vazhdojnë të kenë luhatje muaj pas muaj. Vetëm në prill ato shkuan në 6.88%, shifër më e lartë se 2 muajt paraprak. Përfaqësues të bizneseve thonë se normat e interesit mbesin sfiduese, sidomos për sektorin prodhues. Ndërsa sipas shoqatës së bankave, normat përcaktohen nga niveli i riskut në vendin ku operojnë dhe kërkesat për kredi. Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha, ka lënë të kuptohet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë hequr statusin non grata. Nga foltorja, Berisha u shpreh shkurt, unë erdha u kry, derisa në seancën plenare të kuvendit u prit me duartrokitje nga deputet demokrat. Ai ishte shpallur non grata më 19 maj 2021 nga ish sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, i cili kishte argumentuar se veprimet e tij minonin demokracinë dhe ishin të lidhura me korrupsionin. Deri më tani nuk ka pasur reagim zyrtar nga autoritetet amerikane lidhur me këtë njoftim.